Një manifest i fresh, ndryshe nga të tjerët, ky zhvilluar në qytetin e Lezhës. Ndryshe nga të tjerët, për shkak të një entuziazmi dhe energjie rinore, e cila sfidoi fort temperaturat -5 apo 6 gradë në këtë qytet. Temperatura mes të rinjve ishte e lartë dhe energjia për të përballuar çdo sfidë ndjehej në brohoritjen e të rinjve lezhian. Okej, gjithë me duar atëherë kështu. Hajde bashkë. Manifesti Fresh është një projekt interaktiv me shumë dimensione, ku veç bashkimit të çdo të rejet e riu që kërkon ndryshim, mishëron dhe vullnetin, ambicien dhe shpresën për të jetuar në një Shqipëri më të mirë. Sekretari për Rinin ka prezantuar nga Lezhë nismën më të re në rrjetin social Facebook, në të cilën të rinjt kanë mundësi të fotografojnë ndryshimin dhe të fitojnë një iPad. Sa për ju keni Facebook? Gjithë keni, ulini duart. Dua t'ju bëj një njoftim. Partia Socialiste ka hapur një konkurs i cili quhet Fotografon ndryshimin. Është në faqen e Facebookut e Edi Ramës edhe shumë prej faqeve të aktivistëve tanë. Mjafton të keni vetëm një celular dhe një Facebook dhe ashtu si betejën e fundit dhe garën e fundit që bën Facebook e fitoi një djalë i ri nga Lezhë i cili kishte mbi 2000 like tek iniciativa jonë Ngri Flamurin dhe mori çmimin e parë në Vlorë. Unë uroj sërish njëri nga Lezhë të ketë sa më shumë like për konkursin ton Fotografon ndryshimin. Kështu që nëse keni një celular dhe Facebook, bëni një fotografi, postojeni te ky aplikacion, merrni më shumë like dhe mund të fitoni një nga iPadet që do të shpërndahet për vitin e ri në këtë konkurs. Në këtë manifest, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u ka thënë të rinjve se Partia Socialiste përmes programit të saj kërkon të ndërtojë Shqipërinë europiane, ku punësimi dhe shkollimi të jetë i mundur për të gjithë të rinjt. Ne duam po ashtu që t'i japim mundësi vajzave dhe djemve të këtij vendi që përmes talentit tyre t'ia dalin. T'ia dalin për të fituar shkollën që duan, t'ia dalin për të bërë punën që duan, t'ia dalin për të ndërtuar jetën që duan. Dhe ne jemi të bindur që ne së bashku mund t'ia dalim. Ashtu sikundër, ne jemi të bindur që Shqipëria europiane është ajo që do të ndërtojmë së bashku, këtu, në Tiranë, në Lezhë, në Shkodër, në Vlorë, në Sarandë, në gjithë Shqipërinë. Edi Rama u ka bërë një apel të veçantë të rinjve lezhian. Shqipëria e festoi 100 vjetorin e pavarësisë, por Shqipëria sot do të fitojë pavarësinë nga korrupsioni, pavarësinë nga ignoranca, pavarësinë nga varfëria dhe papunësia. Kjo është pavarësia që na duhet sot. Dhe për këtë pavarësi ne do të luftojmë së bashku dhe këtë pavarësi do ta fitojmë duke e bërë vitin 2013 vitin e ndryshimit. Është kjo fushata e të rinjve eurosocialistë që po përhapet nga Tirana në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo shkollë, në çdo lagje. Është kjo nisëm që ka startuar për të bashkuar pranë forumit të rinjve socialist çdo të ri që do ndryshimin deri në fitoren e zgjedhjeve 2013.